Ministri i Punës, Çështjeve Sociale dhe Shanseve të Barabarta ka qenë sot në Bashkinë e Vallë të Dejes dhe të Bushatit, i shoqëruar nga deputeti i zonës Gjok Uldedaj. Ministri Eksera fillimisht është ndalur në shtëpinë e bamirësisë në Vallën e Dejes, pranë dioqezës së Sapës, ku prind nga Monsinjor Luciano Agustini dhe kryetari i bashkisë Gjon Marku. Në këtë shtëpi bamirësie trajtohen shumë persona në nevojë, të cilët e gjejnë mbështetje në këtë strehës, pa mbështetjes që jep Kisha Katolike. Gjatë kësaj vizite, ministri Eksera dhe deputeti Uldedaj janë njohur me kushtet e kësaj shtëpie, por nga ana tjetër është garantuar mbështetje për këtë nisëm. Bën një punë shumë e vlerësueshme. Është një model që duhet të prapet në gjithë komunat dhe bashkitë e vendit për të arritur që njerëzit që kanë nevojë të akomodohen, të ndihmohen dhe të integrohen në shoqërinë shqiptare. Pas Vallit të Dejes, ministri Eksera dhe deputeti Uldedaj ndalesën e radhës e kanë patur në komunën e Bushatit, ku janë takuar me drejtuesit dhe administratën e kësaj komune, e cila ka njohur ministrin me zhvillimet dhe prioritetet e politikave sociale që ndiqen nga kjo njësi e qeverisjes vendore. Vëllezërit e Nën Terezës janë përherë të gjinur në familjet në nevojë në komunën e Bushatit, por prania këtu e ministrit dhe deputetit të zonës ka dhe një domethënie tjetër që do të jenë në mbështetje për të zbatuar projekte të përbashkëta për të ardhur në ndihmë njerëzve në nevojë. Ekseraj dhe Uldedaj janë njohur me kushtet dhe iniciativat sociale dhe humane të vëllezërve të Nën Terezës, që shërbrejnë që prej vitit 1991 në komunën e Bushatit, ku ato fillimisht mbërriten si misionar për një periudhë të shkurtër, por tashmë fale dhe bashkëpunimit të ngushtë me komunën e Bushatit, qëndrimi i tyre është kthyer në të përhershëm, duke qenë gjithnjë në shërbim të komunitetit.